Përshëndetje, jam Griset Hoxha, fotograf profesionist nga qyteti i Durrësit. Kam 10 vite që merrem me këtë profesion. Ka nisur nga pasioni në profesion. Unë jam marrë më parë me sport, me basketbol. Mendova se do të isha bërë basketbolist, por aty hasa, domethënë, zbulova dhe talentin tim tjetër të fotografimit, të fotografisë, videografisë. Dhe duke ushtruar këtë pasion më ngjiti aq shumë sa që e ktheva në profesion. Dhe kaluan vite dhe tashmë kanë kaluar plot 10 vite dhe unë ushtroj profesionin e fotografit, videografit në evente, ditëlindje, gëzime të ndryshme, apo dhe takime institucionale të rëndësishme. Por pse jo, unë nuk e kam vetëm profesion, por e kam dhe pasion duke ushtruar dhe artin e fotografisë, duke bërë fotografi artistike, ku i kam aplikuar në festivale dhe konkurse në Shqipëri dhe jashtë saj. Kam bërë dhe ekspozit fotografike time personale parë jashtë vendit në Milano. Po ashtu në qytetet tjera të Italisë, kam marrë pjesë me ekspozita kolektive brenda dhe jashtë vendit. Dy pasione me një vend janë njohur bashkë, sepse duke ushtruar sportin e basketbollit, aty u njoha dhe më pratin fotografik, sepse ushtrova dhe detyrën e menaxhimit PR-it të akademisë sportive ku unë luaja. Dhe i bëhet të dy njëkohësisht, dhe luaja basketbol, por dhe bëja fotografi të ndeshjeve. Aty nisa domethënë me fotografi të ndeshjeve. Aty gjeta më shumë veten ke arti dhe luftova më shumë për ta ngritur si profesion rreth vetes time. Të jemi realist nuk është dhe aq e thjeshtë, sepse të kthesh diçka që ke pasion në profesion që ta kesh për të nesmen, si për të sjellur të ardhurat në familjen tënde, po dhe për veten tënde, nuk është e lehtë, sepse po ta vëmë re shumë moshatar të mi apo kolegë, domethënë e kanë nisur, mund ta kenë çuar deri në 3 vjet dhe e kanë lënë, kanë ndruar një profesion krejtësisht ndryshe edhe pse e kanë pasur pasion, por do të luftosh shumë që atë që vërtet e dashuron dhe punosh, ku ka më bukur që me pasionin ta kthesh në profesion, në punë, por që ka dhe diçka tjetër që për ta ushtruar këtë profesion duhet dhe baza materiale, që është e rëndësishme është aparati fotografik, siç shohim ne vetëm një trup aparati nuk është shumë i lirë, ka kosto. Përveç saj është dhe objektivi që nxjerrim portrete apo kafsh apo mjete, ndërtesa, arkitekturë. Çdo gjë ka kostën e vet, por që arrihet duke punuar fort që ti kompletojmë. Hapat e para janë vështira, sepse ndonjëherë dhe del pa fituar gjë, ndonjëherë ta bësh këtë profesion dhe pa kërkuar të ardhura si fillim, sapo të krijosh emrin, njohjen tënde, por që ka qenë vështirë fillimi, më pas duke ecur avash avash, gjërat janë rregulluar. Stili im fotografik artistik është stili i rrugës, sepse ajo është fotografia e çastit, e momentit. Nuk më pëlqejnë fotografitë kur unë për shembull i them dikujt, rri këtu, qëndro këtu, ktheu majtë, sepse ai vet në siklet dhe ngrin dhe nuk është më ajo buzëqeshja apo i qëndrimi real. Kthehet në një qëndrim falso, sepse më bukur kur ti e lën personin apo gjën të rrjedh, sepse fundja fare fotografia tregon historinë e vërtet. Me fotografinë ne tregojmë të vërtetën, duke kapur çaste, momente ndryshme, ne tregojmë atë të vërtetën, nuk mund të trillojmë. Për shembull, me pikturën ne mund ta bëjmë si të duam ngjarjen, por me fotografinë nuk e kuluan, ajo është e vërteta. Kështu që ajo dhe fotografia më pëlqen më shumë, fotografia kur jam jashtë, domethënë që shëtisi, eci, jashtë shtetit apo këtu, mjafton të kem aparatin në xhep dhe kap fotografi nga më të ndryshmet, kur çdo fotografi tregon atë realitetin e përditshëm, por dhe historinë e vetë të çdo personi që mund të fotografojmë. Pa ta nisur një projekt fotografik, sepse ishte diçka momentale, diçka vizuale, diçka që ishte kthyer në rrjet, fotot me printim, sepse ishin zhdukur, kohë më përpare. Unë nuk e kam arritur, por fotografët e atërshme bënin fotografit me printim, por tani u kthye edhe një lloj printeri i vogël që fotografojt që i bëhen në çast i printohet direkt aty pa bojë. Ishte printer digital normal
dhe e ktheva si një diçka virale në internet, sepse njerëz që nuk i njihen në rrugë për shembull, i shikoja nga larg dhe teksa i fotografoja, i printoja direkt, i zgjidhja foton më të mirë dhe ja dhuroja. Dhe ato u befasonin sepse përveç se ishte një surprizë kur shihin vetë tyre në një moment kur nuk ishin përpara kamerës, por ishin thjesht të lirë, dhe ajo është diçka akoma më e bukur. Dhe dyta, kur i vjen fotografia fizike, jo ndryshe digjitale nga aparati celular apo. Ishte një projekt interesant, kështu që kam krijuar disa epizode të themi të saj që i gjeni në faqen time të internetit, por shpresoj që ta vazhdoj akoma këtë seri dhe pse jo në fund fare ta shfaqej një foto ekspozitë ta quaj portretet e njerëzve, sepse aty bëhet fjalë për njerëz. Në vitin 2023, pas një ekspozite kolektive kur unë shfaqja edhe shumë punime të mia të fotografisë urbane, bardhëzi dhe të rrugës, mora pjesë në qytetin italisë në Milano, një foto ekspozitime personale të parën, ku shfaqa fotografi nga qyteti im, Tirana, po dhe nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, ku tregonin realitetin ku ne po jetojmë. Dhe më pas ka kjo foto ekspozitë u inspirova të krijoj një fotokatalog, sepse këto lloj fotosh jo gjithmonë kuptohen nga publiku dhe unë ja thjeshtova pak duke krijuar fotoalbumin me fotografi të bardhëzi, por shoqëruar dhe me histori, me storytelling, me shkrime të shkurtra kur shpjegonin fotot, por të ndërlidhura me sarkazëm dhe me batuta nga jeta e përditshme që vërtet çdo kush që lexon e ndjen veten aty brenda, por dhe kupton ku po jeton. Dhe kështu që titullova fotoalbumin Fotografia që prek indet e qytetit, ku e ekspozova për të parë në panelin e librit në Tiranë para 3 vitesh, në vitin 2023. Megjithatë u befasova sepse kishte një bum interesash nga publiku, nga miq, shoqëria, por dhe të tjerë ku e morën me shumë dëshirë katalogun dhe bashkë me autograf. Dhe ribotova sërish një volum të dytë, jo vetëm shqip, por dhe për të huajë turistët, sepse ato kanë shumë interes të zbulojnë, domethënë kudo që shkon do të kuptoj realitetin e atij vendi që unë po vizitoj, kulturat apo njerëzit, personat. Dhe ai libër sistemi ja shpjegon edhe më së miri, përveç se jo me foto, jo vetëm për anë fotos, por edhe me histori, sepse unë e përktheva në gjuhën angleze, tani e kam në plan ta bëj edhe në italisht, sepse Shqipëria e Italia janë tashmë shumë afër si vlla dhe motër dhe kemi dhe diasporën, domethënë shqiptarë që jetojnë atje dhe kanë dëshirë ta shohin artin, evoluimin e artit në fotografisë në Shqipëri. Por edhe italianë, domethënë, sepse ne jemi ndërlidhur shumë me miq nga Italia, ata vinë pothuajse çdo ditë vitit dhe kanë dëshirë të kuptojnë akoma më shumë. Në Itali kanë pasur 2 ekspozita personale, një në Milano dhe një në Mantova. Vitin e shkuar ishte në Mantova, ishte vërtet gjë e bukur sepse ishim 4 artistë nga qyteti i Durrësit, unë me foto ekspozitën personale, një piktore Viola Fusha, po ashtu nga qyteti i Durrësit me ekspozitën e saj personale në pikturë, fotograf tjetër me fotografi artistike të qytetit të Durrësit pra personale, një poet nga Durrësi, miku im Panoceka, që ishte me poezitë e tij. Dhe bëm një kaçe simpatike nga Durrësi që ekspozuam punët tona në një qytet historik siç është Mantova i Italisë. Dhe pati një feedback shumë mirë dhe atje për qytetarët mantovan, por dhe për diasporën. Tani së fundmi, para 2 javësh kisha edhe një ekspozitë kolektive ku bëra pjesë me gjithë fotografët shqiptar në një ekspozitë kolektive të artit fotografisë në Shqipëri dhe Kosovë dhe Maqedoni që u bashkua bashkë në qytetin e Triestes në festivalin e fotografisë Levie delle Foto. Kështu që duhet falenderojmë edhe aty organizatorë që bën të mundur për të parë një foto ekspozitë të gjithë fotografëve nga Shqipëria dhe vendet që flasin shqip, ku ka më bukur në qytetin si Trieste të ekspozohen punët e shqiptarëve, fotografëve shqiptarë. Unë tani po punoj edhe për një projekt tjetër fotografik, sepse unë jam dhe vërtet nga Durrësi dhe Durrësi tani çdo mbrëmje, tani që ka zgjatur do ora, rreth orës 7:48, ka ato perëndimet magjepse. Dhe unë kam koleksionuar shumë perëndime nga qyteti im në vite dhe mendoj që së shpejti të t'i ekspozoj këto perëndime magjepse, jo thjesht perëndime të thjeshta, por çdo perëndim ka historinë e saj, sepse në atë perëndim ke një fëmijë që luan, ke disa pensionista apo moshë të thyer që shëtisim dhe tregojnë dashurinë e tyre dhe pasi kalojnë vitet, ke një familje që po rritet me atë perëndim që bjen. Por këto perëndime nuk janë thjesht perëndime që mbaron një ditë, por mbaron një ditë, fillon një ditë e re dhe për ne
tregon shumë sepse ne po rritemi me ëndra, me punë, me të gjitha. Dhe kështu që shpresoj që kjo foto ekspozit të jetë realizueshme së shpejti tani para se të fillojë sezoni veror dhe të shfaqim edhe me foto ekspozit të prekshme, por dhe me një katalog. Aparati im fotografik për mua është gjithçka, sepse mund të jem vetëm, por në të vërtetë nuk jam vetëm sepse kam aparatin fotografik që më shoqëron kudo dhe për vetëm kësaj ai më plotëson sepse mund të jesh i stresuar, i mërzitur, por kur ke aparatin fotografik, çdo stres, çdo problem largohet, mjafton ta përdorësh, ta kesh në dorë aparatin, të shkosh një moment dhe kur ti e pulson aparatin, që nxjerr një foto që ty të ka plotësuar vërtet, aty çdo gjë harrohet dhe ti jep atë kënaqësinë. Pra aparati është një dashuri në vete.